Ne në parim nuk kemi asnjë vit kuqe me askën. Në parim jemi të gatshëm me bashkëpunu, po sigurisht që kemi pas kërkesat tona. Biseduam për një bashkëpunim të mundshëm mes nesh. Ne në parim nuk kemi asnjë vit kuqe me askën. Në këtë rast as me kryeministrin Kurti, po me askën në Kosovë. Edhe normalisht që ne i patëm kërkesat tona, do të jemi në kuvend, domethënë ditën kur mohet seanca konstituive, do të jemi në kuvend sepse jemi pjesë e kuvendit, ndërsa për pjesën tjetër të një vendimi qeveritar, sigurisht që na e presim një moment tjetër kur ka me ndodhur, kur jemi të gatshëm. Në parim jemi të gatshëm me bashkëpunu, po sigurisht që kemi pas kërkesat tona që janë legjitime dhe janë të nevojshme me njerë. Me pas investime në infrastrukturë, me pas buxhet ndomë që planifikohet, domethënë zotohet që ka me pas investime, me pas investime në shkollim, me pas domethënë edhe në aspektin e ligjit, sepse kemi nevojë me u respektu drejtat e komunitetit, sepse ka shumë racizëm, ka diskriminim.